pupëza është edhe një shpend shumë krenar. E veçanta e tij është që gjatë ballafaqimeve me shpend të tjerë, sidomos graviçar, nuk pranon të dorëzohet pupëza. Pupëza do të zhvilloj betejë deri në vdekje, përndryshe nuk dorëzohet. Edhe një sistem ta quaj ashtu të sigurisë ka të jashtëzakonshëm. Kush ka qenë afër folesë së pupëzës e ka dëgjuar një aromë të tmerrshme, sepse pupëza, le të themi jashtëqitja e saj, përmban një aromë të tmerrshme e që është në avantazh të jashtëzakonshëm ndaj graviçarëve, sepse çdo graviçar që vjen afër folesë së pupëzës nuk mund të qëndrojë dot afër folesë. Pra edhe ne njerëzit kemi problem e lërë më kafshë të tjera, pra nuk mund të qëndrojë dhe largohet më njëherë pa shkuar afër folesë së pupëzës. Po ashtu, ky lloj shpendi gjatë kohës sa femra qëndron mbi vezë, një karakteristikë tepër unike dhe të veçantë ka se pupëza femër, që në këtë rast është mbi vezë, sa herë që të vije koha që mashkulli të kthehet në fole, pupëza femra në këtë rast provon të i zbukuroj sa më shumë vezët në mënyrë që partnerit t'i duken sa më të bukura. E gjatë kohës sa ajo qëndron në vezë, brenda folesë, mashkulli e ka për detyrë derisa të qelin vezët, ti sjell ushqim pa ndërprer femrës për ato 2 javë sa do të qëndrojë mbi vezë, e mandej kur të vije koha për të qelur të vegjëlit edhe një kohë, megjithatë nëna apo femra do të qëndroj pranë tyre, e mandej do ta liroj folen bashkë me mashkullin dhe të dytë për shkak të nevojës për të sjellë ushqime sa më shumë, do dalë në terren për të kërkuar ushqime e mandej për t'i rritur të vegjëlit.